Ka nisur në Pogradec vendosja e dekorit festiv të fund vitit. Në rrugët kryesore të qytetit ka vijuar edhe këtë tënë vendosja e shiritave ndriçues së bashku me dritat LED. Gjithçka bëhet gati për ndezjen e dritave festive në fillim të muajit dhjetor. Punëtorët e mirëmbajtjes së ndriçimit në bashki kanë marrë masat për vendosjen e ndriçuesve dhe zbukurimeve festive në sheshin qendror, rrugë dhe hapësira publike, duke respektuar standardet e larta të sigurisë, si dhe kriteret teknike dhe estetike të përcaktuara për qëllime festive. Gjatë viteve të fundit, Pogradeci është ndëruar ndër destinacionet e vizituara në vend gjatë fund dhjetorit edhe fal ndriçimeve festive të reja, të cilat në krahasim me ato të mëparshmet që linin për të dëshiruar kanë dhënë tjetër sharm. Festimeve pritet u shtohet prezenca e panajireve dhe aktiviteteve kulturore që shoqërojnë magjinë e vitit të ri.